Përshëndetje të nderuar shikues, nisim me njëherë pa mburtohet edicionin qendror informativ të orës 20 në radio, televizionin Ora News për të njohur si çdo mbrëmje me të rehat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e kundër të tjera do të keni mundësi të ndihni. Një përditshme gjermane cilëson Shqipërinë si vendin ku lulëzon marijuana dhe krimi synon të jetë pranë pushtetit. Deklaratën e Ramës për azil kërkuesit PD cilëson të turpshme dhe i kërkon të mos shmanget nga përgjegjësia që i takon. Shoqata e emigrantëve shqiptarë në Greqi hedh poshtë deklaratën e Ramës, numri i emigrantëve azil kërkues është i papërfillshëm. Merkel dhe Hollande kërkojnë bashkëpunim përballë krizës më të madhe të klandestinëve me të cilën është përballur Europa. Qytetarët me orë ditë në pritje për pasaportën në Shkodër akuzojnë për rishfet punonjësit e zyrës. Një përditshme gjermane është treguar në botimin e saj të datës 24 gusht krejt e pakursyer në një reportazh për Shqipërinë. Vendi ynë cilësohet një vend që gëlon nga krimi organizuar që synon të jetë pranë pushtetit. Gazetat shkruan një mal me kritika për politikën, ekonominë dhe trafikun e drogës. E përditshmja gjermane Frankfurter Allgemeiner Zeitung ka rezervuar një hapësirë të veçantë për Shqipërinë dhe problemet e saj të thella në titullin Shqipëria, vendi ku lulëzon hashashi. Në gjuhë të ashpër gazeta shkruan se politika nuk bën asgjë dhe në disa raste është vetë përzier. Policët që ndjekin banditët rrezikojnë jetën. Në qershor, një oficer policie i cili ndaloi makinën e një bosi droge u vra me armë zjarri. Prodhimi dhe kontrabanda janë aq profitabël saqë gangsterët kanë mjaftuar shumë para për të lyer rrotën e policëve, prokurorëve e gjykatësve. E përditshmja gjermane shkruan për politikë klienteliste të lidhur dhe financuar ngushtë nga klanet mafioze. Një antar i klanit i cili hyn në politikë mbështetet nga fshati apo qyteza, cila do qoftë përgatësia politike e tij. Si kundër shpërblim, ai i shërben klientelës. Kriminaliteti organizuar synon të jetë pranë pushtetit. Paragjykimet politike apo ideologjike janë të huaja për të. Gazeta gjermane shkruan dhe se kryeministri Edi Rama para zgjedhjeve të qershorit shpërfilli kërkesat e ndërkombëtarëve, duke kandiduar individ me rekorde kriminale. Në zgjedhjet lokale të qershorit, Rama hodhi në kosh paralajmërimet eksplicite të ambasadorit amerikan dhe të disa ambasadorëve të shteteve të Bashkimit Evropian dhe kandidoi persona të dyshuar për krime. E përditshmja gjermane rendit gjithë problemet e vendit dhe konsideron Shqipërinë një vend pa të ardhme. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj sot interesit të qytetarëve që drejtuan atij me pyetje në rrjetet sociale. Kryetari i ekzekutivit ngulmoi në betejën e qeverisë ndaj informalitetit si e vetmja rrugë ku kalon mirëqenia ekonomike, rritja e pagave dhe ulja e taksave. Ai u referua dhe çështjes së azil kërkuesve, për të cilën tha se ata që kërkojnë azil janë më së shumti shqiptarë të kthyer nga Greqia, duke nxjerrë kështu në pa një statistikë të padëgjuar më herët. Duke ju përgjigjur pyetjeve të qytetarëve në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ju referua disa çështjeve të mprehta në vend që lidhen me ekonominë, çështjen e azil kërkuesve dhe raporteve malati në qeverisje. Shefi i qeverisë më shohi edhe një herë luftës ndaj informalitetit si e vetmja mënyrë që do të sjellë përfitime për biznesin, por edhe rritje pagash. Paga do të rriten kur të ulet informaliteti. Kush do rritje pagë, mos e lër kupon pa marr, kur blen një mall apo pi qof një kafe. Pak ditë para takimit me kancelaren gjermane Merkel, ku me shumë gjas do zërvonte edhe një bisedë mbi çështjen e azil kërkuesve, kryeministri Edi Rama i dha këtë shpjegim çështjes më të nxehtë të kohëve të fundit. Shumica e shqiptarëve që ikin në Gjermani janë shqiptarë që ikin kryesisht nga Greqia, por jo vetëm, sigurisht edhe nga këtu. Kreu i qeverisë shqiptare u shpreh mjaft kritik për qëndrimet zyrtare të mbajtura nga Athina për çështjet e brendshme të Shqipërisë. Këtë herë ai e merr shkakun nga përplasja për kishën e Shën Thanasit në Dhërmi. Është të qeshësh e të qashë që një ngrehinj si garazhe quhen kish dhe vën kujëm se po rikthejmë në jetë trashëgimin ton. Rama ju përgjigj edhe pikpyetjeve për marrëdhëniet e tij me Alatin Ilir Meta, duke thënë se janë më të mira se asnjëherë më parë, qysh se kanë vendosur të qeverisin së bashku. Kryeministri Edi Rama ju rikthye edhe në çështjes së 21 janarit, duke deklaruar se reforma në drejtësi do të bëjë të mundur zbardhjen e plotë të saj. Por krejt të kundërtën, po kreu i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi në një lidhje Skype për Ora News, Edmond Guri, tha se statistikat flasin për një numër të papërfillshëm emigrantë shqiptar të kthyer nga Greqia që kanë kërkuar azil, ndërsa kritikoi qeverinë për mungesë vëmendje ndaj emigrantëve. Ndryshe nga sa pretendoi kryeministri Rama në konferencë në rrjetet sociale, numri i azilkërkuesve shqiptar në Gjermani që janë nisur nga Greqia është fare i papërfillshëm.
Kreu i Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi Edmond Guri ka hedhur poshtë faktin se shumica e azilkërkuesve shqiptar në Gjermani janë nisur nga Greqia për shkak të krizës që po kalon vendi fqinj. Sipas statistikave të Federatës, vetëm në MMV në Shqipëri janë redresuar mbi 20.000 shqiptar. Për në Bashkimin Evropian janë mbi 35.000 të adresuar, nga cilët është një përqindje shumë e vogël ata të cilët i drejtojnë zyreve të azilit. Nuk mund të përjashtoj faktin se nuk ka pas azilkërkues, por nuk janë këta faktorë kryesor apo numri më i madh i azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Në një lidhje Skype me edicionin e lajmeve në Ora News, zoti Guri i ka bërë apel qeverisë shqiptare të ndihmojë emigrantët në mësimin e gjuhës shqipe, teksa ka qenë mjaft kritik për mungesën e një strategjie për emigrantët. Kërkon një orientim, kërkon një koordinim dhe më shumë një bashkëpunim me qeverinë shqiptare, si mundet që ky komunitet fëmijët të mësojnë gjuhën shqipe. Shqipërisë i mungon një strategji kombëtare e emigrimit, qoftë brendshëm apo qoftë jashtëm. Duke u ndalur tek pensionet, zoti Guri tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe ka kërkuar që kjo çështje të futet në agjendën qeveritare. Për deklaratën e kryeministrit Edi Rama për azilkërkuesit reagoi menjëherë lideri i opozitës Lulzim Basha. Kreu i PD-s tha se Edi Rama paturpsisht mohoi se ekziston një eksod i bashkëqytetarëve tan që ikin çdo ditë me mira drejt Europës nga dëshpërimi, nga padrejtësitë, nga varfëria ekstreme. Sipas Bashës, duke mohuar këtë eksod, Edi Rama jo vetëm tallet me mira kryefamiljar, por akoma më keq tregon se ai nuk ka asnjë zgjidhje. Sipas kreut të PD-s, vetëm ndarja me këtë qeveri e me këtë kryeministër mund ta normalizojë situatën e ta frenojë eksodin dramatik të shqiptarëve. Ish kryeministri Sali Berisha i kërkon kryeministrit Edi Rama të marrë masa të menjëhershme për të frenuar eksodin, sepse kjo, siç tha ai, do të ketë një kosto të rëndë për vendin. Në një bashkëbisedim me gazetarët, zoti Berisha foli për domosdoshmërinë e protestave opozitare dhe i cilësoi zërat e kritikëve në Selim Blu, element që forcojnë partinë. Ish kryeministri Sali Berisha rithekson se rritja e azilkërkuesve shqiptar në Europë mund të rikthejë vizat. Ai kërkoi kryeministrit Edi Rama të marrë masat dhe të mos shmang përgjegjësitë. Përpiqet me çdo kusht ta transpozojnë problemin në Gjermani, se kanë bërë njoftime për punë, po pse para 2 vjet gjermanët nuk ishin bërë njoftime për punë? Nxjerr teorinë tjetër, e ka fajin Greqia. Jo mor zoti, po të them unë. Shko në fshatat Matit, meqense e don. Shko në fshatat Mokrës, po shesin lop shtëpie Katandi për të nisur për azil. Në një bashkëbisedim me gazetarët, zoti Berisha ishte kritik mbi përmbajtjen e dosjes së qeverisë shqiptare në samitin e Vienës, duke e cilësuar atë diletante. Ish kryeministri i vendit flet për një revolucion demokratik në vend me qëllim largimin e qeverisë që e ka thelbin në situatën e vështirë ekonomike në vend. Ky vend do dal nga ky spiral vetëm me një lëvizje të fuqishme të qytetarëve shqiptar, të cilët nuk largohen prej saj gjërë momentin që kjo qeveri të arkivohet në histori. Ish lideri historikës së djathtës debatin brenda grupit parlamentar demokrat e përcjell si liri mendimi që shëndosh partinë. Partia Demokratike ka një debat hapur brenda dhe do ta ketë. Nuk shoh asnjë lloj negativiteti në debatin e saj të brendshëm. Zoti Berisha komentoi dhe debatin mbi kishën e Shën Thanasit në Dhërmi, duke e cilësuar njësoj të papranueshme, si ndërhyrjen e bashkisë për prishjen e shtesave pa leje, por edhe ndërhyrjen e shtetit grek në këtë çështje. Angela Merkel dhe François Hollande kërkojnë bashkëpunim përballë krizës më të madhe të klandestinëve me të cilën është përballur Europa në vitet e fundit. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, kancelaria gjermane dhe presidenti francez ndanë qëndrimin se Europa duhet të bëjë më shumë bashkim politik, ndërsa shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian ka fshikulluar liderët e Unionit duke thënë se loja e ngecjes së fajit nuk i shërben zgjidhjes së krizës. Në mesin e krizës së klandesinëve, menaxhimi së cilës ka vënë shpesh herë përballë liderët e Bashkimit Evropian, shefja për politikën e jashtme Federica Mogherini ka bërë thirrje për bashkëpunim dhe lënë një mënjan të lojrave të fajit. Mendoj se fluksi e migrantëve me cilin po përballemi është pasojë e krizave që kemi rreth Europës dhe në këtë situatë, lojtarët e ngecjes së fajit nuk na japin asnjë rezultat serioz. Çështja kryesore nuk është se kush po i bën detyrat e kush jo, por si po e përballojmë dhe e menaxhojmë bashkë këtë çështje. Mendimin se Europa duhet të bëjë më shumë si bashkëpunim politik përballë krizës së emigrantëve e ndanë edhe kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës Hollande.
Nëse shikojmë situatën e Europë, shohim që ne kemi një listë të përbashkët për azilin, i cili nuk po zbatohet. Gjermania dhe Franca kërkojnë zbatimin e tij dhe në mënyrë të veçantë, regjistrimin dhe standardet minimale të pranueshme për akomodimin dhe trajtimin e migrantëve. Ndërsa presidenti francez bëri thirrje për të përshpejtuar punën për ngritjen e qendrave të pritjes së emigrantëve në Itali dhe në Greqi. C'est indispensable pour enregistrer. Është e domosdoshme të regjistrojnë njerëzit që vinë në brigjet tona për të hyrë në Evropë, si dhe të bëhet dallimi i nevojshëm mes njerëzve që kërkojnë azil dhe atyre që vinë thjesht si emigrant e që nuk mund të pranohen. Europa prej muajsh është në alarm për shkak të numrit të lartë të emigrantëve që kanë bërritur dhe i drejtohen çdo ditë brigjeve të saj nga vendet në konflikt. Situata e vështirë në Serbi, Maqedoni dhe Greqi nga fluksi emigrantëve, ndërsa në Itali ka patur përleshje me policinë kundër kushteve në kampet e improvizuara. Kronika në vijim sjell një pasqyrë të këtij realiteti që ka vënë alarm Europën. Në Serbi, gjatë 24 orëve të fundit kanë bërritur më shumë se 7.000 refugjat. Autoritetet kanë ngritur disa kampe për sistemimin e tyre në Përshev. Klandestinat kryesisht nga Siria kërkojnë që të kalojnë më shpejt drejt vendeve të Bashkimit Evropian e të mos qëndrojnë gjatë në kampet provizore. Në Greqi, situata e krijuar nga fluksi i emigrantëve është dramatike, ndërsa Maqedonia ka shtuar mjetet e transportit për t'i përcjell drejt Serbisë. Emigrantët e shumtë të cilët ankohen se kanë kaluar net të tëra në qiell të hapur, pa ujë dhe pa ushqim. Qindra emigrantë, kryesisht afgan, janë përleshur në rrugët e Milanos me policinë. Ata kundërshtuan kushtet e rënda në qendrat ku janë sistemuar që pas mbërritjes në brigjet italiane. Në mesin e krizës së klandestinëve me të cilët po përballet Europa, ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka ripërsëritur apelin për ndarjen e kuotave të emigrantëve mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Shefi i diplomacisë gjermane apeloi për më shumë bashkëpunim përballë situatës me të cilën po përballet vendi i tij apo edhe shtetet e tjera europiane që janë në vijën e parë të fluksit të klandestinëve. Ndorëm tani kryesisht temën e informacioneve. Drejtoria e tatimeve Brisida Shea i siguroi sërish sot biznesin se aksioni ndaj informalitetit nuk është një luftë ndaj biznesit. Shea i tha se gjatë vitit 2014 tatimet arritën të hiqnin gjobat e padrejta që sipërmarrja duhet të paguante gjatë qeverisjes së shkuar. Aksioni kundër informalitetit nuk ka qëllim që të luftoj bizneset, por të mbroj konsumatorët. Me këtë siguri të bërë publike më herët edhe nga kryeministri Edi Rama, u shfaq në një deklarant për shtyp drejtoria e përgjithshme e tatimeve Brisida Shehaj. Së pari, nuk kemi të bëjmë një luftë kundër biznesit, përkundrazi. Ky është një operacion që do mbrojë konsumatorin në shumë dimensione. Ky aksion mbron çdo qytetar që teksa paguan për çdo mall dhe shërbim që blen, duhet sigurohet që paratë që ai e përshtetën të kalojnë realisht te shteti. Së dyti, ky operacion është shumë i rëndësishëm edhe për të mbrojtur të gjitha bizneset, të mëdha apo të vogla qofshin, që janë korrekte, paguajnë taksat dhe përdorin kasën fiskale. Nëse të gjithë do të paguajnë, jo vetëm qeveria mund të jetë në pozicion më të favorshëm për të ulur taksat, por dhe konkurenca me sipërmarrësit do jetë më e ndershme. Drejtoria e tatimeve kërkoi që qytetarët i kushtojnë vëmendje marrjes së kuponit tatimor. Kjo bëhet e thjeshtë vetëm duke u siguruar që për çdo produkt apo shërbim që paguajmë të marrim në këmbim një kupon tatimor. Të ndryshe, që të rriten rrogat dhe pensionet, që të ulen taksat, të ndërtohen më shumë spitale, shkolla dhe çerdhe apo rrugë, duhet që paratë që qytetarët e paguajnë të shkojnë në arkën e shtetit. Viti 2014 sipas Shea i shënoi ulje të nivelit të gjobave ndaj bizneseve të vendosura në mënyrë të padrejtë me rreth $30 milion. Biznesi vlerëson nismën e qeverisë për të luftuar informalitetin, por kërkon transparencë në zbatimin e tij. Kryeodhomës së Tregtisë dhe Industrisë Nikolin Jaka deklaroi se informaliteti dhe evazioni janë dy prej problemeve më të rënda për ekonominë shqiptare dhe njoftoi se në emër të biznesit do të kërkojë rishikim të nivelit të taksave për vitin 2016. Biznesi shqiptar e mbështet nismën e qeverisë për të luftuar informalitetin, por në të njëjtën kohë kërkon dhe transparencë. Kreu i dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Nikolin Jaka i bën apel bizneseve që të ndjekin rrugën e formalizimit. Bën një thirrje të hapur sigurisht shqiptare që të ndërgjegjësohet në mënyrën e duhur për të bashkuar formalizimit dhe pagimit të detyrimeve, por nga ana tjetër mos të toleroj asnjë lloj fenomeni negativ të prepotencës, harbutrisë apo korrupsionit të inspektorëve të cilët e kanë për detyrë të zbatojnë ligjin. Është më së normale që në një ekonomi ku 50% e ekonomisë është informale, është më së normale që të ketë kompromise dhe kërkesa për kompromise nga të dyja palët. Kreu i dhomës së Tregtisë paralajmëroi se do të propozojë ndryshime në paketën fiskale, e cila do të hartohet në shtator.
ku konsiston edhe në kërkesat të drejtë për drejta për ulje të tatimeve, të tarifave tatimore, por edhe të përjashtimeve të sektorëve të ndryshëm nga TVSH-ja apo taksat e tjera. Dhoma e tregtisë në mënyrë të përhershme ka ngritur me shqetësim opinionin e saj për efektin dhe pasojat e informalitetit në ekonomi dhe duket se ky është rasti më i mirë për të mbështetur formalizimin dhe për të tërhequr vëmendjen për arbitraritetin e administratës tatimore dhe doganore. Ekspertët e ekonomisë janë skeptik për aksionin e qeverisë kundër informalitetit. Sipas tyre, kontrolli i bizneseve informale nuk mund të bëhet me 500 rinj pasi marrëdhënia me biznesin kërkon eksperiencë. Sipas tyre, qeveria duhet të ngrejë sisteme online për të kontrolluar në vazhdimsi biznesin. Ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik për rezultatet e aksionit të qeverisë kundër informalitetit që do të startojë më 1 shtator. Ata vlerësojnë se kontraktimi i 500 rinjve që do të dalin në terren nuk jep garanci për suksesin e kësaj nisme, pasi marrëdhënia me biznesin kërkon eksperiencë. Sipas tyre, qeveria duhet i lënë një afat biznesit që të futet në shina ligjore dhe jo të kalojë direkt në masa drastike. Ka forma për të zbatuar ligjin, sepse ti nuk mund të kalosh me njerë në një masë ekstreme. 500 tatimorët që pregatitën që vinin nga bankat e shkollës që nuk e kishin aberin e legjislacionit, tash unë s'dua se ata janë të rinj dhe do ecin në profesionin e tyre, por puna e se biznesit do një lloj eksperience. Pra, ne akoma nuk kemi krijuar tamam shkollën e biznesit ose të luftës kundër evazionit fiskal. Ekspertët e ekonomisë rekomandojnë qeverisë ngritjen e sistemeve online për të kontrolluar në vazhdimsi bizneset, ashtu siç ndodh edhe në vendet e tjera. Çdo të thotë të ngret sistemin, të lidhësh të gjithë kasat e njësive të shitjes me serverin qendror dhe nëpërmjet kësaj të kontrollosh gjithë biznesin në Shqipëri, sepse Shqipëria nuk ka më shumë se 150.000 biznese. Ekspertët i rekomandojnë qeverisë që të fusë në zinxhirin e TVSH-s dhe biznesin e vogël, si e vetmja mënyrë për të kontrolluar qarkullimin e mallrave dhe ulur evazionin. Vjemë në Shkodër janë rikthyer radhët për pasaporta. Qytetarët thonë se i gjithë ky kaos krijohet pasi ka një sportel të vetëm, por nga ana tjetër akuzojnë punonësit e kësaj zyre se marrin rrushfet, duke lënë ata që nuk paguajnë për orë ditë në radhë në pikun e Vapës. Kjo është pamja në zyrat e tërheqjes së pasaportave në Shkodër. Radhët zgjasin me orë të tëra madje edhe me ditë në sportelin e vetëm. Por qytetarët thonë se kaosi nuk krijohet nga numri i madh i aplikuesve, por nga pagesat në dorë për të hyrë paradë. Se hinë një parë, qëri, se hinë e monin pasaportet të një. Se pakuin pare, 50 euro, 10 euro, 10 bilek, 20 bilek, e hinë men. Se dikush ka njës njoftë, dikush ka shokët e vetë, dikush ka njës e vetë, hinë men. Në që sena ku kanë? Ka shumë mundësi që pakuin pare, 10.000 lek me marri pasaport. Na nuk i njofim se kush janë këta. Ne na bllokohet pasaporta. Qyshin 4 e gjys, 5 duhet marrë me zonë rradhen këto me shkruaj emrin me marr pasaportën. Disave po digjet bileta. Pjesa më e madhe e qytetarëve që përballen me këtë situatë janë emigrantë që duhet të kthehen sa më shpejt në vendet ku jetojnë dhe punojnë, edhe pse kanë aplikuar dhe paguar për t'u nënshtuar procesit të përshpejtuar. Kjo nuk i ka ndihmuar të mos presin në mes të Vapës, madje edhe me 2 apo 3 ditë. Qysh ndeti do? Kam shkruar emrin i 46-ti. Bata e për të hi polici qytetar, dalin me pasaportën në dorë. Pare të marrin shërbimin nuk e bajnë. Të hapin sportele, punëtor kanë pare, kanë marrë bollat për këto pasaporte të shtupur. Kanë marrë pa rregull. Në fëmijë, a ka normale këto? Po ne shënojmë nëse në polici nuk merret me ne. Në pikën e vetme të tërheqjes së pasaportave dynden edhe qytetarë nga rreti Malësisë së Madhe dhe ish komunat që janë bërë pjesë e Bashkisë së Re të Shkodrës. Nuk ka patur asnjë ndërhyrje në kishën e Shën Thanasit në Dhërmi, edhe pse i NUV kishte paralajmëruar aksionin për ditën e sotme. Rreth 50 banorë të Dhërmiut u grumbulluan që në orët e para të ditës pranë kësaj kishe në shenjë kundërshtimi për aksionin e pritshëm. Ata deklaruan se nuk do të largohen dhe nuk do të lejojnë që inspektorati të nisë shembjen e objektit të kultit të ndërtuar mbi rrënojat e kishës së vjetër të shembur në vitin 1973. Prifti i kësaj kishe, Thimio Bigjilli, e konsideroi kapriço të kryebashkiakut të Himarës njoftimin për prishjen e kishës, duke theksuar se kryebashkiaku Jorgo Gore duhet i marrë leje kishës autokefale për prishjen e kishës së Shën Thanasit. Tregtarët ambulant të trotuareve do të zhvendosen në tregjet e reja në lagje duke paguar një taks ditore për tavolinë. Bashkia e Tiranës shqetëson qytetarët duke thënë se tregjet në lagje do të plotësojnë kushtet higjieno-sanitare dhe nuk do të zënë hapësirat publike.
Tregtarët ambulant nuk do të tregtojnë më në trotuare pasi Bashkia e Tiranës ka menduar të dispostojë ata në tregjet e lagjeve që përmbushin kushtet higjieno-sanitare. Njësitë vendore do të përcaktojnë vendet ku do të ndërtohen këto tregje dhe tregtarët do të paguajnë taksë ditore nga 50 deri në 100 lekë për tavolinë. Shembulli i parë po jepet në njësinë 5, ku vijojnë aksionet për lirimin e hapësirave publike. Ne si njësi administrative kemi propozuar rreth 14 tregje që mund të bëjnë në këtë sipërfaqe kaq të madhe, që menduar që të gjithë ta tregtarë të rrugëve të sistemojnë në këto tregje ku do ketë kushte shumë komode, ku do ketë higjenë, ku do ketë një shërbim nga njësitë administrative, kundrejt një tarife shumë të vogël, që është 500 deri në 1000 lekë të vjetra, taks për tavolinë. Sipas administratores së kësaj njësie, Violeta Kila, ky rregullim i tregjeve ka 2 arsye, që lidhe me mundësinë që u jepet qytetarëve t'i kenë tregjet afër, si dhe mundësinë që u jepet tregtarëve të trotuarëve të orientohen drejt tregjeve formale. Qëllimi i Bashkisë Tiranë nuk është që këta t'ikin dhe të ngelen pa punë, por qëllimi është që këta të sistemojnë në tregje dhe t'jenë komod ashtu si gjithë tregtarët e tjerë. Çdo tregtar do të lajmërohet paraprakisht nga administratorët përpara largimit të tij nga hapësirat publike. Çdo banor i Tiranës që do të ndotë, vandalizojë apo zaptojë hapësirat publike në kryeqytet do të përballet me gjoba. Lista e penaliteteve pritet të zbardhet të martën nga Bashkia e Tiranës, ndërsa kryebashkiaku Veliaj tha se këto masa do t'japin fund kohës kur qytetarët e ndershëm paguonin për ata që dëmtojnë. Bashkia e Tiranës do të bëjë publike të martën dëshkimet që do të marrin gjithë ata individ apo biznese që hedhin plehra në rrugë, që vandalizojnë objektet publike apo që zaptojnë hapësirat dhe ndërtojnë pa leje. Duke filluar nga dita e nesërme, Bashkia e Tiranës do të botojë një listë me sanksione për gjithë pisanjosët e qytetit. Do të ketë një sistem gjobash për individ dhe biznese që ndosin, do të ketë një sistem penalitetesh për gjithë ata që urinojnë në vende publike, do të ketë një sistem penalitetesh për gjithë ata që ndërtojnë pa leje. Gjatë prezantimit të administratorit të njësisë nr. 10 Arjan Hamiti, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj theksoi se do të marrë fund koha kur qytetarët paguajnë edhe për ata që dëmtojnë dhe vandalizojnë. Do komunikojmë masat e gjoba, do lëmë një javë kohë, po kush hedh plera në tokë, kush vandalizon objektet publike dhe kush zapton ose ndërton pa leje aty ku territori është publik, do ta paguajë 100% kostos vet. Duke u ndalur tek aksioni fundi për lirimin e hapësirave publike, zoti Veliaj tha se vetëm në një javë aksion në njësinë nr. 5 janë 6 fishuar të ardhurat e tatim taksave të gjithë qytetit të Tiranës, teksa paralajmëroi se aksioni do të shtrihet edhe në njësinë 10. Materiali në vijim ju njeh me problematikat në disa rrethe të vendit që nga mungesa e infrastrukturës, depozitimi mbetjeve, lirimi i hapësirave publike e të tjerë. Shtimi i territorit që administron Bashkia e Re e Fierit ka sjellë nevojën në një tjetër pike të depozitimit të mbetjeve urbane dhe sa më larg zonave të banuara. Kryebashkiaku i Fierit pranon se shqetësimi është real, ndërkohë qytetarët shohin si zgjidhje për punimin e mbetjeve dhe jo shtimin e pikave të grumbullimit. Prej të paktën 3 vitesh, unaza e vogël e Vlorës është lënë harres nga mungesa e investimeve, ndërkohë ky aks do të lehtësonte shumë trafikun e rënduar të qytetit bregdetar. Investimet janë të përqendruara në lungomare dhe bypass. Për qytetarët Bashkia e Re duhet të ndërhyjë për sistemimin e unazës së vogël. Ndërkaq në Vlorë ka nisur aksioni për lirimin e hapësirave publike të zaptuara kryesisht nga lokalet dhe subjektet tregtare. Edhe Bashkia e Kukësit ka vendosur të zëvendësojë kapakët e pusetave, duke i bërë me material betoni pas vjedhjes masive të tyre dhe shitjes për skrap. Dënohet kreu i zyrës së Inspektoratit të Punës në Shkodër, Agim Shimaj. Zyrtari mohon të ketë konflikte. Ai u godit me mjete të forta para ambienteve të institucionit nga 2 persona të panjohur që ende nuk janë vënë në pranga. Ndalemi tani në lajmet nga bota. Edhe Partia Bashkimi Popullor me 25 deputetët që njihen si rebelët e Sirizas ka dështuar të krijojë qeverinë e re në Greqi. Panayotis Tlafazanis, kreu i kësaj partie, pranoi që në fillim se nuk krijon dot qeveri, megjithatë tha se do të konsumojë 3 ditët që jep kushtetuta greke. Zëdhënësja e qeverisë në ikje, Olga Gerovasili, tha se zgjedhjet e reja në Greqinë e trazuar do të mbahen më datën 20 shtator. Mandati u dorëzua Lafazanis pasi dështoi dhe partia më e madhe opozitare Demokracia e Re. Sipas kushtetutës, pritet që presidenti i vendit i kalojë mandatin partisë së katërt, që është ajo e ekstremit të djathtë, Agimi Art.
Nga dalësimi ekonomisë kineze ka tronditur tregjet botërore, të gjitha bursat kryesore nga Wall Street deri në Azi shënuan në rënje për shkak të frikës e investitorëve për të hedhur para në tregje. Tregjet botërore në New York, Londër e Frankfurt u tronditën këtë të hënë pasi ngadalësimi i ekonomisë kineze vijon të friksoj investitorët. Indeksi Dow Jones humbi gati 6%, po aq sa më parë kishin rënë edhe tregjet europiane në Londër, Francë dhe Gjermani, duke rënë për herë të parë që prej vitit 2014 në 16.000 pikë. Më parë edhe tregjet aziatike pësuan tronditje, pasi bursa e Kinës pësoi humbje të mëdha, ndërsa investitorët shprehen zhgënjim për mungesën e likuiditetit për shkak të mosveprimit të Bankës Qendrore. Ata thanë se nëse situata vijon e tillë, do të humbasin besimin dhe interesin për të investuar në ekonominë kineze, ndërsa hodhen akuza se tregu kinez po synon të eliminojë klasën e mesme. Analistët thonë se masat e marra nga qeveria e Kinës nuk po qetësojnë tregjet, ndërsa investitorët kanë paralajmëruar se nëse kjo situatë vijon, atëherë ata do të ndalin investimet. Por FMN është munduar të qetësojë tregjet ndërkombëtare duke nënvizuar se ekonomia e Kinës nuk është në krizë. Kina, që është ekonomia e dytë më e zhvilluar në botë, shënoi në 3 mujorin e dytë të këtij viti një rritje me 7%, shifra më e ulët që prej 2009-s, ndërsa në vitin 2014 rritja ekonomike e Kinës arriti në 7.4%. Presidenti Petro Poroshenko tha se ende Ukraina është duke luftuar për pavarësinë e saj edhe 24 vjet pas shkëputjes nga ish-bashkimi sovjetik. Poroshenko tha se çdo pakujdesi e vogël mund të jetë fatale ndaj kërkoi rreshtimin në krah të aleatëve sepse kundërpërgjigja ndaj Rusisë do të ketë çmim të lartë. Presidenti Petro Poroshenko ka deklaruar këtë të hënë se Ukraina po përballet me një vit të vështirë dhe të pasigurt në përpjekje për të mbrojtur strategjitë ruse, për të mposhtur Ukrainën e për të minuar marrëdhënien e saj me Europën. Gjatë fjalimit të tij të mbajtur në ceremoninë e qendër të Kievit, në 24 vjetorin e pavarësisë së Ukrainës nga ish-regjimi sovjetik, kreu i shtetit tha se Kievi do të jetë shumë i kujdesshëm në të ardhmen me hapat që do të hedhë. 25-й рік незалежності. Kemi esur në këto 24 vite pavarësi, njësoj si të ishim duke esur mbi akull. Kemi kuptuar se dhe pakujdesia më e vogël për ne mund të jetë fatale. Lufta për pavarësi ende vijon, dhe ne mund të fitojmë vetëm nëse bashkohemi në mbrojtje, në përpjekje diplomatike, nëse kemi përgjegjësish politike dhe nëse ruajmë kontrollin e veprimeve tona. Presidenti shtoi se 50.000 trupa ushtarake ruse qëndrojnë në kufirin mes dy vendeve dhe më shumë se 9.000 të tjerë mbështesin rebelët pro-rus, ndërsa një konvoj i ri ushtarak është gjërmuar javën e shkuar në kufi me Ukrainën. Ne jemi të gatshëm të kundërpërgjigjemi dhe çmimi për shkallëzimin të situatës për Rusinë do të jetë shumë i lartë. Ndaj ne kemi zgjedhur strategjinë e brendshme, të rreshtohemi për krah partnerëve tanë. Që nga fillimi i konfliktit në prill të 2014-s, mbi 6.500 persona kanë humbur jetën. Ndalemi tani tek një lajm nga sporti. Hamdi Sali nuk është më pjesë e Skënderbeut. Sulmuesi i Shkodran, sipas marrëveshjes, ka mbyllur aventurën e tij tek kampionët e Shqipërisë dhe është pranë rikthimit në kampionatin izraelit, ndërsa mbrojtësi Antonio Pasha i është bashkuar flamurtarit. Duket se ka përfunduar aventura e Hamdi Sali tek Skënderbeu. Në fakt, akordi që në fillim fliste qartë. Shkodrani do t'i bashkojë kampionëve të Shqipërisë vetëm për Champions League. Përcuria fantastike e goçarëve në këtë kompeticion i ndezi shpresat tek drejtuesit dhe krijoi dilema edhe tek vetëlojtari që filloi ta mendonte edhe qëndrimin përfundimtar tek Bardekuqt. Nëse do vendosim ne në Skënderbeun, nuk do jetë absolutisht një zgjidhje e gabuar. Megjithatë, rasti i humbur kundër Dinamos së Zagrebit me të gjitha gjasat do të jetë drithërima e fundit që 31 vjeçari i ka dhuruar tifozëve korçar. Sulmuesi nuk i është bashkuar skuadrës për takimin e kthimit në kryeqytetin kroat. Dhe deri këtu gjithçka është në rregull. Por ajo që konfirmon në një farë mënyrë largimin është një ofertë joshese që Sali ka marrë nga një skuadër kampionatit izraelit, aty ku në fakt aspironte të kthehej që nga momenti kur mbylli rrugtimin e tij tek Hapoel Haifa. Megjithëse u bë pjesë e Skënderbeut për pak kohë, me 5 gole të shënuar në Ligën e Kampionëve dhe me 2 golçe në finalen e Superkupës së Shqipërisë, pa diskutim Hamdi Sali do të mbetet në zemrat e tifozëve korçar. Ndërkohë që Antonio Pashaj, pas largimit në mënyrë konsensuale nga Tirana, ku kontriboi për 6 vite, ka gjetur përfundimisht akordin me flamurtarin. Një nga mbrojtësit më me shumë përvojë në kampionatin shqiptar do të firmos një kontratë një vjeçare me opsion rinovimi edhe për një vit tjetër, teksa pritet që shumë shpejt të vendoset në urdhat e trajnerit Stanislav Lëvi. Xhamia 5 Shekullore Ilias Bej Mirahorit në Korçë po i nënshtrohet një restaurimi që pritet të nxjerrë në dritë pikturat murale të mbuluara gjatë regjimit komunist. Ndërhyrja që po kryhet nga ekspert turq parashikohet të përfundojë para ditës së Kurban Bayramit. Ka filluar restaurimi i brendshëm i xhamisë së Ilias Bej Mirahorit në qytetin e Korçës.
Prej disa ditësh në kuben e saj ka nisur zbulimi i pikturave murale, të suvatuara në periudhën e ndalimit të besimit fetar gjatë regjimit komunist. Restaurimi i pikturave murale po kryhet nga specialist turq. Sipas restauratorit Atahan Altasher, pikturat i përkasin stilit barok dhe i takojnë shekullit të 18. Her caminin, her eserin camin demeyeyim buna... Pikturat nuk janë bërë në kohën kur është ndërtuar xhamia, por rreth shekullit të 18. Pasi t'i hapi pikturat, do të shohim cilat vende janë të padëmtuara dhe do të ndërhyjmë në të gjitha pjesët e dëmtuara në kube. Duke u bazuar në pjesët e padëmtuara, do të plotësojmë të gjitha pjesët. Punimet në xhamin e ndërtuar rreth 5 shekuj më parë nga themeluesi i qytetit të Korçës, Ilyas Bey Mirahori, po kryhet nga bashkia në bashkëpunim me fondacionin turk TIKA. Përfundimi i punimeve pritet në shtator, në mënyrë që xhamia të jetë gati në ditën e Kurban Bayramit.